Një 32 vjeçare banuese në fshatin Hajmel është proceduar nga specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e Vaut të Dejes, pasi kjo shtetase ka braktisur fëmijët e saj të mitur. Ndërkohë, po këta specialistë në Vaut të Dejes proceduan edhe një 57 vjeçar për punime ndërtimi pa leje. Ndërkohë, në 24 orët e fundit, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku proceduan një 66 vjeçar banues në Plezhë, pasi u kap duke drejtuar pa leje drejtimi motomjetin, një 17 vjeçar pasi po drejton të automjetin pa leje. Gjithashtu, në aksion rrugor Shkodër-Velipoj, automjeti me drejtues një 53 vjeçar është përplasur me një tjetër automjet që drejtoi nga një 23 vjeçare, ku përpasoj 53 vjeçari ka mbetur i dëmtuar dhe është dërguar në spitalin e Shkodrës. Për këtë rast, prokuroria i ka referuar materialet për procedim penal. Specialistët për hetimin e krimeve në Shkodër proceduan një 35 vjeçar për punime ndërtimi pa leje. Ndërkohë në Velipoj, nisi procedimi në gjendje të lirë për një 40 vjeçar, pasi nga kontrollet e ushtruara me OSHE në banesën e tij u konstatua lidhje pa ligjshme me energjisë elektrike. Po në Velipoj, është kallëzuar se një 81 vjeçar banues në Pulaj, me datë 26 i pari 2026, shtetasi 43 vjeçar banues po në Pulaj, ka goditur me grush djalin e tij, 45 vjeçar me probleme të shëndetit mendor dhe aftësi të veçanta. Por të gjitha këto raste, materialet janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.